Përshëndetje miq të portalit Timoni.al, mirë se keni ardhur në episodin e radhës në Timoni Podcast. Sot do flasim për një temë që ju, familjarët tuaj, fëmijët tuaj apo kudo në shoqëri e keni dëgjuar shpesh. Janë disa fjalë, disa domene që ju kanë vrarë veshët. Krimi, zgjedhjet, bota errët, arrestime, grupe kriminale, një realitet që po dominon çdo ditë më shumë Shqipërinë. Sa të varur jemi ne si shoqëri nga krimi? Pse krimi dhe filizat e saj rriten në shoqërinë shqiptare? Kush po influencon që krimi të ketë një dominancë absolute në çdo rreth, qytet apo çdo aspekt të shoqërisë shqiptare? Sot kam të ftuar mikun dhe kolegun tim Andi Bora, drejtuesi i emisionit Sken Krimi. Andi, faleminderit që pranove ftesën. Almira, shumë faleminderit. Edhe suksese. Faleminderit shumë. Andi, ti u bëre vite që merresh me kronikën e zez. Veshët e tu dëgjojnë shumë lajme që ngjarje që nuk donim ti dëgjonim në jetën e përditshme, lajme që fatkeqësisht po na prekin ne si shoqëri dhe po na bëjnë që shumë njerëz duke dëgjuar këto lajme në aktualitet që përcillen nga media, mendojnë largimin nga Shqipëria. A jemi ne vërtet një shoqëri që rrisin filiza krimi apo jemi një shoqëri që trembemi nga krimi? Si është lidhja jonë me botën e errët dhe pse është kaq prezente në 12 vitet e fundit krimi në shoqërinë shqiptare apo bandat që shihen si njerëzit që të vetmit që mund të zgjidhin hall, njerëzit që të vetmit që mund të t'japin një lloj zgjidhje problematikat shqiptare që nuk ta jep shteti shqiptar. Si qëndron lidhja e krimit dhe politikën apo me shtetin ndërsi? Me prej vitesh këta nuk na kanë lënë pa punë. Kemi pas gjithmonë mundësi për të raportuar për ngjarjet kriminale, fatkeqësisht, gjithnjë kontekstin njerëzor të gjës. Nëse do shohim shoqërinë shqiptare, tranzicioni që kemi kaluar është karakterizuar nga një natyrë kriminaliteti e gjithë gjës, që pas viteve 90-91. Kujtohem bandat e para të Tiranës, e tjera me radhë, bandat e 97-s, lidhet që filluan të ndërtohen me politikën, vitet 2000 e pas, që ka pasur gjithnjë, nëse do të kujtojmë parlamentin e Fatos Nanos kryeministër me Berishën, lider opozite, gjithnjë ka pasur përplasje të frikshme në debate për lidhje që secili mund të kishte me botën e krimit. Pra që aty u kuptuaj qartësi që politika duket se ka një lloj varësie nga krimi. Dhe kjo vijoi për vite me radhë. Tani vitet e fundit si krimi që të jetë prezent. Pra politika krijon një lloj varësie apo ne si shoqëri trembemi, jemi shoqëri e friksuar dhe i hapim rrugë, siç kemi të shprehur, i hapim rrugë budallajt lagjës, ne i hapim rrugë të fortit lagjës. Pse krimi është kaq i rëndësishëm në shoqërinë tonë? Po sepse u kam përshtypjen që i është dashur politikës, do kemi parasysh një gjë. Me vullnet politik, nëse ne të dy kemi në dorë për të drejtuar dy institucione legislatuese, Ministria e Brendshme apo Drejtori i Përgjithshëm i Policisë, një aksion i mirëfillt i godet këta, por nuk janë goditur. Janë lënë të veprojnë në territorin shqiptar, në përqarqe, qytete, zonat caktuara, për interesa politike të dyja kave politike, duke qenë se ne jemi shoqëri me, domethënë, bipolare për sa i përket politikës. Pra kemi të ndarë në dy kampe, është e polarizuar gjithë gjëja, majtas dhe djathtas. Dhe krimi ka shërbyer kësaj historie. Por nëse do të marrim në analizë pak se çfarë ka ndodhur vitet e fundit, 11 vitet apo 10 vitet e fundit, që në momentin që Shqipëria u akuzua për nivelin e lartë të kanabizimit të vendit, që nisi në vitin 2015, mbrapa filloi të prodhonte histori të ndryshme. Këtu filluan të kuptoheshin dhe lidhjet e para që krimi filloi të kishte me policinë, sepse do të ishin policë që të mbronin teritoret e caktuara ku grupe të ndryshme kriminale kishin kultivuar ashashna apo kanabis sativa. Këtu fillon gjëja. Pastaj sigurisht terreni tjetër që u krijuar për figura të ndryshme të botës së krimit. Në këto vite vijon përsëri. Në vitet e fundit kanë prodhuar grupe të frikshme. Po prodhoi Tirana disa, prodhoi Fushkruja disa, Durrësi, siç u pa nga dosja e fundit të operacioni Ura. I penduari drejtësisë Nureddin Dumani thotë që aktivitetin grupi i Shkozetit e nisi rreth vitit 2010, kishte edhe më herë, sepse Xhevdet Roplini është arrestuar dhe diku në vitin 2004, mos gabojmë, janë kapur 400 milion lekë të vjetra, ka qenë një operacion i madh i policisë, ndërkohë që vitet e fundit intensifikuan përfshirjen në rrjetet e trafikut të drogës. Kështu që përgjimet e SkyCC edhe një fath shumë i madh, do ta pranojmë.
Çfarë u zbuluan këto përgjime? Çfarë fati solli kjo për shoqërinë shqiptare? U kuptua qartazi mënyra se si kishin funksionuar grupet kriminale, qëllimet që kishin në raport me njëri tjetrin për të përfituar territore ekonomike dhe sigurisht për të pasur influenca në zonat ku ata operonin. Por, sigurisht edhe çështjet e hakmarrjeve. Po të shikosh ndërthurjen që kanë të gjitha grupet kriminale, nga Elbasani komunikohet në Shkodër, Durrësi komunikon me Fushkrujën, Fushkruja komunikon me Shijakun, Shijaku me Fushkrujën, janë lidhur të gjitha fije dhe krimit me njëra tjetrën, si për të goditur njëri tjetrin dhe për të ruajtur territoret dhe pozicionet e tyre. Një gjë u kuptua deri në këto përgjime që kemi parë qartasi, që krimi ka qenë i lidhur ngushtësisht me pushtetin lokal dhe me zyrtar të lartë policisë. Deri në këto pikë jemi. Nuk kemi arritur unë e pranoj këtë gjë. A pyetja që kam unë është pse shoqëria jon i hap rrugën këtyre individëve që të bëhen predominant, të bëhen prezent, që të influencojnë aq fort sa këta njerëz të trembin një shoqëri të tërë, të zhvlerësojnë jetën aktuale, të zhvlerësojnë profesionet nderuara, të zhvlerësojnë njerëz që i duket vetja e pavlerë në Shqipëri, si pedagogët, mjekët, apo çdo kush i cili punon ndershëm. Pse ne si shoqëri trembemi nga këta dhe i bëjmë që duke pasur krimin, politika mund të bëj vota, pse politika nuk zgjedh mjekun, nuk zgjedh një profesion tjetër, nuk zgjedh një njeri tjetër të rëndësishëm që të bëj vota. Pse do të zgjedh pikërisht ta? Çfarë ofrojnë këta më shumë? Kjo është super pyetje që bëre. Dhe kjo un kam përshtypjen që e ka përgjigjen brenda. Është e gjitha e lidhur me tranzicionin. Tani, kemi pasur një sistem drejtësie. Albert, jemi mirë akoma, sa pun kemi ne për sa i përket drejtësisë. Godite një grup, tani liro prokurori, liro gjyqtari. Dilte emri në qytet që ky person ka lidhje me politikën atje lart. Në qytetet vogla ka lidhje me Tiranën, po e themi. Tani krijohet koncepti në shoqëri. Mitizohen këta individ. Nëse do të shohim historinë e këtyre personave që kanë qenë të cilësuar kapote, bandave apo ta ka qenë paprekshëm për qytete. U mitizuan këta. Tani unë dhe ti çdo t'i bëjmë atij. Në kushtet që jemi, sigurisht kemi në dorë të denoncojmë, se jemi gazetar. Kemi pushtetin e katërt, por një qytetar i thjesht më thuaj. Çfarë mundet një qytetar i thjesht? Mos respektojmë ne më shumë frikën se dijen se mendjen. Pra ne si popull mos jemi të trembur që realisht ajo frika e ushtruar dhe e ushqyer, e rritur 45 vite në komunizëm, mos u transferua nga pushteti i politik në pushtetin e krimit dhe përsëri ne mbajemi në trysni, pra ne pëlqejmë të jemi të shtypur, pra si koncept shoqëror, kështu e kisha. Faktorësh, unë e pranoj. Thash një gjë, unë bëj shumë kujdes kur flas në raport me qytetarët, domethënë përpiqem mos të ngre akuza për shoqërinë. Domethënë kam konceptimin sepse them, shiko, kjo shoqëri nëse ka ardhur në këtë lloj drejtxheje sot, nuk është vetëm faji ynë. Këtë ne ka imponuar politika, Elmer. Nëse të fortët ne që sot i kemi në për zona, në për lagje, në për qytete, ja dim emrin, i ka imponuar politika për të fortë. Sepse politika i dha leje këtij personazhi të emëronte drejtorin e hipotekës, një drejtor arsimi, një drejtor spitali e tjera me radhë. Këta nuk i emëruan mund dhe ti. Në momentin që Almeri dhe Andi e din që ai drejtori i hipotekës ka lidhje me një grup të caktuar kriminal, që të priten krahët Almer. Do thonë, nuk do doja që sigurisht kjo thash është faktor, sepse trashëgimia që kemi pasur politika ka gjetur terren, unë të kuptoj, e ka gjetur këta njerëz që i kryejnë disa punë, por pse është mbështetur tek ta dhe nuk është mbështetur tek njerëzit e ndershëm pra? Po sepse njerëzit e ndershëm nuk prodhojnë vota. Pra, problemi është shoqëria që neve duam ofertën e parave të pista, pra ne si shoqëri pranojmë diçka të shpejtë, që ta jep krimi dhe nuk pranojmë atë shërbimin që mund ta japi një profesion i nderuar siç përmenda mjekët, mësuesit, pedagogët. Pra neve jemi shoqëri pragmatiste, këtë jam duke. Nëse do të shohim po marr partitë kryesore në vend, nuk po marr partitë e reja, sepse partitë e reja këtë vit bën një llorisie, futën me doktoratur, futën mjek, futën inxhinier, futën një sër profesione të nderuara në vendin ton. Po të shikosh partitë e mëdha, po pak janë te lista këta deputetët që kanë një lloj impakti shoqëror me profesionet e tyre të nderuara. Këtu neve politikës flas, i është dashur gjithmonë të ketë pas vetes Almerin që është i fortë, Andi që është i fortë në një zonë tjetër, ti japi ato letë ndërtimit, dhe çfarë i duhet shërbime të tjera, të duhet drejtori i policisë ty? Po.
merr drejtorin e policisë, emërohe. Kush duhet atje për të mbajtur aktivitetin? Ç'do bëj mjeku? Çfarë do bëj inxhinieri? Do thënë, kjo është realiteti i hidhur që unë them, e kupton? E them me shumë keqardhje. Sepse kjo shoqëri, aq shumë njerëz dhe individ të zgjuar dhe profesionistë ka prodhuar sa ne sot duhet të ishim ndryshe. Por, a ka faj shoqëria këtu? Po sigurisht se nuk mund të jemi pa faj, mos jemi të gjithë bashkëfajtorë në këtë histori. Edhe ti Almer, edhe unë, e të gjithë tjerë me radhë, të gjithë kemi nga pak fajin ton. Dhe fund fare vim në këtë pikë. Kur i kemi hapur rrugën kriminalit, i kemi hapur rrugën të fortit, i kemi lënë dorë të lirë për të ndërtuar ata mënyrën se si do të zhvillohet aktiviteti ekonomik në qytet. Në ta bësh biznes, vitën përpara ta bëj një biznes kishte frikë se do vinin gjoba. Grupe ndryshme nga Durrësi, nga Tirana, gjobiteshin. Do vinte dikush për ndërtuar me lekë djerse për të ndërtuar një pallat, do vinte dikush të vinte gjobë, për çfarë gjobë? Kështu do mbahesh ti duke vënë gjoba. Janë mbajtur një pjesë e mirë e grupeve kriminale. Ande qëndrojmë këtu. Sa thellë është krimi organizuar i lidhur me politikën në Shqipëri sot? A ka mbrojtje nga lart? Ka një gjë. Denoncimet që opozita, sepse kanë thonë 12 vite në opozitë dhe kanë pasur mundësi që të bëjnë këtë lloj retorike për të goditur qeverinë, her pas here kanë përmendur personazh të botës krimit të lidhur me figura të larta të politikës, pra përfaqësues të qeverisë e tjerë me radhë. A kemi ne të provuar këtë? Këtu më çalojnë gjëja. Sepse këtu nuk na kanë dalë faktet qarta. Dosja Suel Çelës për shembull, në Elbasan tregon për lidhje të fuqishme lokale, për shkuar tek prokurori, për shkuar tek gjyqtarja, siç ishte rasti pajtimi fetal, apo lidhje me zyrtar lokal, me oficera policie e tjerë me radhë. Mirë, po deri këtu na rri dosja. Tani, unë gjë nuk kuptoj. Në momentin kur themi një organizatë kriminale, e cilëson organizatë kriminale, se të gjithë tjerët i kemi quajtur grupi strukturuar kriminal, band, e një sër termash tjerë. Organizata kriminale kërkon të ketë lidhje deri në nivelet qendrore të politikës. Kjo organizatë u cilësua e tillë Suel Çelës. Mirë, po lidhjet nuk na kanë dalë. Dyshimet e mia Ti mendon që ka politikanë të njohur të lidhur me këtë band dhe përgjithsisht janë pjesë e pushtetit sipas teje? Tani, a vë do të apo me banda të tjera se mos të gjeni tek. A vë do të gishtin unë? Po unë mendoj tani që kushdo qoftë edhe në qeveri. Unë kam përshtypjen që lidhjet diku mund të dalin. Ma thënë ato përgjimet e skajësisi nuk kanë dalë gjitha. Çfarë kërkon prokuroria ndonjë, domethënë që bën letër porosi, vin ca letra të tjera nga autoritetet belge franceze që falenderojmë dhe për kaq. Çfarë publikut nga kjo dosje Skaj ECC? A ka aty tendencë për të fshehur emra të përveçëm? Besoj pa. Do ta them me bindje që aty ka tendencë. Berisha disa herë ka bërë disa denoncime, sa faktike janë nuk e di. Domethënë sa të vërteta janë, por besoj që Berishës kur i vinë në dorë informacione të tilla nuk besoj që do çet donte. Disa herë ka folur përpara Spakut për një kode për tjera me radhë. Ky mund të jetë një nga elementet ku denoncohet për lidhje deri në qeveri. A mund të ketë tjera? Besoj mund të ketë tjera. Berisha ka përmendur Taulan Ballën, emrin e përveçëm i cili është i lidhur me grupin e Elbasanit apo i lidhur me strukturën sipas tij kriminale që përdor shoqëria. A është vërtet sipas teje ky politikan sipas Berishës njeriu që i ka kontrolluar bandën e Elbasanit duke marrë si referencë dhe numrin e votave që mori në 2021? Tani sipas asaj që thot Berisha dhe kodeve që nxjerr, Berisha e lidh me këtë histori. Përmend ka një lloj lidhje, por a del kjo faktuale, a del kjo e vërtet, nuk di ta them. Duhet të jetë prokurori që e cilëson, sepse nuk kontekste të ndryshme që dalin pasazhe nga skajësisi, jo domosdoshmërisht të implikojnë. Por a mund të çojnë dyshim këto që thot Berisha me kaq këmbgulje, se kanë përshtypjen politikanët gjithnjëri din ku janë lidhjet e gjithë secilit me personazh të botës krimit. Unë kam bindje. Unë e di Almeri është deputet, është ministër, unë e di kush e mbështet Almerin. Sepse unë jam pjesë e politikës. Dhe këta e kam bindje. Ai din këta i din shumë mirë ku i kanë hallet e njëri tjetrit. Dhe fakti që dele përmend, ndoshta mund të jetë vërtet, por unë gjithsesi, do doja t'ia lija sistemin të drejtësisë në këtë rast, Spakut. Shpresoj shumë që çështje të tilla t'i çojë deri në finalizimin e plot për të goditur dhe për shkuar deri tek lidhjet më të forta të politikës, sepse ende nuk i kemi pasur, nuk i kemi gjetur më saktë lidhjet e politikës qendrore me aktorët kriminal në vendin tonë. Do duhet gjendet kjo, nëse do gjendet në një moment që Almer do të ishte një fitore madhe për qytetarët shqiptar, për sistemin e drejtësisë, dhe të fillojnë të kuptohet qartazi se si ka funksionuar 35 vite politika në Shqipëri, ku e ka marrë mbështetjen dhe pse shoqëria shqiptare do duhet përfundonte në këtë lloj gjendje
ku thash nuk vlerësohet më mësuesi, nuk vlerësohet më mjeku, nuk vlerësohet më një status shoqëror i cili dikur kishte dëshirë të flisë të takojë në rrugë. Andi, të ngelemi këtu. Edi Rama në ardhjen e tij në pushtet vitin 2013 në listat e para, pra në listën për deputet kishte emra të cilët kishin të shkuar kriminale. Njerëz që ligji i dekriminalizimit i nxori jashtë politikës dhe jashtë jetës politike. Pse janë dashur Edi Ramës kaq shumë këto emra që të jenë prezent? Pse ky njeri e ka dashur ta merrte pushtetin përmjet ndikimit të këtyre njerëzve dhe jo përmjet programit të tij politik? Shiko, kanë qenë vite të vështira për të majtën ato vite. Sepse Berisha me LSI-n, me Metën atë kohë sigurisht kishin ndërtuar një qeveri të fortë, pavarësisht që 2 vitet e fundit prodhuan problematika pas 21 janarit e tjera me radhë, por kanë qenë vite të arta për atë lloj koalicioni politik. Dhe majtë ka qenë me humbjen e 2009-s dhe luftën e Ramës për kutitë e Rushdies e tjera me radhë, do të kuptojnë që ka qenë shumë e vështirë. A janë dashur Ramës në atë kohë këta personazh me një lloj backgroundi kriminal? Besoj po, janë dashur, sepse fakti që u futën aty do të thotë që diçka këta do i shërbenin kësaj qeveria. Unë kam përshtypjen që personazhe të tillë kanë impakt në zona të caktuara. Po 3-4.000 vota po të bëjmë, po janë shumë 3-4.000 vota. Se 3-4.000 njëri, 3-4.000 tjetri, po ja u prodhuan 3-4 mandate. Po 3-4 mandate nga 67 shkon pastaj 71, formove qeverinë. Pak nga pak. Sistemi që bëri domethënë ligji për dekriminalizimin, siç e thatë edhe ju, i nxori jashtë, tregoi qartë azi që diçka nuk ka mjaftuar. Her pas here opozita ka akuzuar këtë qeveri për lidhje me krimin, për emra të përvetshëm, që në 12 vjet qeverisje, sipas tyre, krimi ka prodhuar vota dhe jo produktiviteti i kësaj qeverie apo punët e bëra nuk kanë dhënë rezultat sipas tyre. Pra Edi Rama është i varur totalisht nga bota e krimit. Nëse nuk ka botën e krimit, ai nuk merr dot vota. Qëndron ky realitet? Këto thot opozita. Tani, po bravo. A mund të qëndrojmë në 100% saj? Po mirë, opozita do ta bëjë luftën e saj në raport me qeverinë. Nëse nuk e lufton dot për një X punë të bërë mirë, do të gjejë një lidhje tjetër, pra shkon në një lloj lufte politike. Por të qëndrojmë tek A ka të vërteta pra tek këto akuzat e opozitës? Pikërisht këtu duhet të qëndroj. Të qëndroj me shumë kujdes. Nëse dikur po themi, po marrin të mirëqenë që dekriminalizimi tregoi qartë që Ramës në 2013 mund të ishin dashur këta personazh me të shkuar kriminale apo me aktivitete kriminale për të prodhuar vota, ndoshta më pas mund të ketë pasur një lloj sofistikimi për mënyrën se si këta u ingranuan që mund të kenë prodhuar vota. Po dhe nuk un kam një lloj bindje këtu që votat mund mos janë prodhuar vetëm për qeverinë. Grupet caktuara të ndryshme janë akuzuar që kanë mbështetur krahun e djathtë. Ca fakte ne domethënë një lloj forme. Po pse duhet të mbështesin të djathtë kur qeveria të ofron tender, të ofron para? Opozita çfarë të ofron sipas teje? Ta them unë. Nëse në një qytet kemi 2 grupe kriminale, po marrim rastin e Shkodrës, Bajra dhe Lic. Bajra gjithë historikisht janë akuzuar për lidhje me të majtën. Tani nuk presim që Lic, që janë hasmi, ai Bajrave hasmi njëri tjetrin në luftë të përgjakshme për vite me radhë, tani shkojnë tek e majta. Dikot do mbështesin këta për të marrë garanci. Dhe garancia merret nga politika. Ne pam që Bajrat mbështetën me që përmendën 2023-shin. Në 2023-shin mbështetën PD-n, pas në 2025-ën dolën kundër Bardhës Pajis, pa mbështetën Benet Becin. Në 2023-shin kanë dalë që mbështetën Benet Becin për ta nxjerrë kryetar bashkie. Lidhjet e tyre kanë qenë ke majta. Këtu janë akuzuar. Edhe Liz domethënë kanë pasur këtë akuzën për lidhje me të djathtën. Pra dua të them që edhe krimi kërkon strehën e tij politike. Çfarë ndodh? Nëse vullneti politik, qeveria, kushdo qeveri qoftë në pushtet, kërkon të godasi grup kriminal, e godet. Dhe faktet kanë treguar. Po mirë, marrin vitin 2005 Almer. 16 muaj aksione për goditjen e grupeve kriminale. Mbi 1000 të arrestuar u kryen atë kohë. Ministri mbaj mend ka qenë Sokolo Dashi. Mandati i parë i qeverisjes Berishës apo Iku Nano. Ato kanë qenë vite të arta për të luftuar disa nga grupet kriminale që i kishte prodhuar 97-ta dhe ishin bërë shumë të fuqishëm. Ne i mbajmë shumë mirë emrat që janë goditur në atë kohë. Tani, çfarë kuptojnë të dy këtu? Kuptojnë që një vullnet politik o zotëri, kur do të godasi krimi dhe mos ta lërë më faktor ndikues në shoqërinë tonë, arrin ta bëjë këtë. Por vitet e fundit, këta çfarë bën? Krimin e lan të merrej me trafikun e drogës kryesisht
e lanë të shndrohen në një lloj operatori ekonomik në qytete të caktuara, zhvillues, ndërtues. Nuk e di tani se inshallah s'kan marrë dhe statuset të investitorëve strategjik. Ka dyshime të forta dhe Po, përtegje. bën vaki dhe mund na dali diçka tjetër tash. Dali kriminali investitor strategjik. Po mund të jetë rasti i Shkodrës, si plumb Gjokës, mos gabohem. Tani nuk shkon kjo histori këtu. Kjo nuk rri mirë. Dhe politika e la në këtë lloj forme, i la aktivitetin e tyre, por këta i duhen gjithë një politikës vetëm për prodhuar vota, për prodhuar mandate, kaq është. Mua më lër, unë jam kriminal, mua më lër tani të merrem me trafikun e drogës, të merrem me këto aktivitete tu, kur të virë njërë 2 vjet, një për zgjedhje lokale, një për zgjedhje e përgjithshme, ke dispozicion mos zotëri. Sa vota duhen? Qa njerëzish ka mund të angazhoj për ty? Thuaj numrin e votave, ku i kemi synimin, Mos ku po i e kemi lejon qëllimin. më shumë se ç'duhet kjo qeveri krimi të jetë prezent në shoqërinë tonë, pra duke i dhënë pushtet ekonomik, pushtet politik, ata caktojnë emra për deputet, ata caktojnë drejtor në institucione të rëndësishme, siç është rasti i AZT-s, që është motra e një prej eksponentëve të lartë të bandës Elbasanit. Mos po e tepron Edi Rama apo krimi po e kontrollon, apo Edi Rama ka kryer një lloj varësie absolute nga krimi në këto momente që nuk del dot jashtë. Problemi Edi Ramës sepse këto janë fakte që tregojnë lidhur me qeverinë, se të kishte raste nga opozita ta kisha thënë. Tani problemi është që Rama është në qeveri dhe aty do t'i vi radha për të biseduar se ka 12 vite, kështu që nëse flasim për krimet e ndodhura vitet e fundit dhe për mënyrën se si mund të jenë lidhur me qeverinë, sigurisht biseda drejt kryeministrit do shkojë. Ai ka dhënë ai dorë kësaj historie. Po ndoshta mund mos ka rënë ai brenda dhe nuk del dot, pra është brenda një rrjeti që ai nuk del dot, ata e kontrollojnë. Ai është i varur totalisht nga ata. Si qëndron kjo histori? Ka një gjë, unë prap kam dyshime këtu Almer vetëm për një gjë. Nuk kuptova dot goditjen e Durrësit. Berisha nuk e kuptova dot. Ta shpjegoj pse. Berisha akuzoi vazhdimisht gjatë kësaj fushate zgjedhore që Poja, Xhevdet Troplini, po ndihmon qeverinë për të prodhuar vota, po nxjerr deputetin e tyre, zgjedhjet po ndikon nga krimi, e tjera me radhë. Suel Qelën po ashtu në Elbasan, po akuzonte për nxjerrjen e një deputete të re. Këto janë akuzat që Berisha i ka bërë publike. Tani, çfarë ndodhi? Nipi Pojës u godit. Besoj nga dosja ka dalë detaje shumë interesante. U godit nga drejtësia jonë apo nga drejtësia italiane? Ishe vullnet për të goditur nga institucionet tona apo nga italianët? Tani italianët i kanë nisur këto. Po tani çfarë ndodhi? Kur godit ky tani them nuk është dashur më, qofse ka përdor. Dhe nuk di të them tani në qofse qeveria mund të ketë varësi nga krimi. Mos ndoshta u mbyll deri këtu kjo histori, në qofse deri tani po themi që qeverisja është dashur për të pasur mbështetjen e krimit, nëse do ta supozojmë të tillë, referuar dhe akuzave që janë bërë publike nga ana e Berishës, sepse thash kemi vetëm një mangësi në gjithë diskursin që bëjmë. Nuk na kanë dalë fakte nga dosje. Po vetëm s'ka si pres asgjë tjetër. S'ka si dhe enkroçat. Kanë dalë disa përgjigje nga dosje, komunikimet ndërmjet tyre, ndërmjet Pojës, visit Pojës, emra të tjerë që janë publikuar nga media. Dakord, deri këtu, por fakte konkrete të natyrës së lidhjes se si mund të jetë përdorur krimi për të shërbyer politikës qendrore, akoma nuk kanë dalë. A mos duhet t'i kthejmë projektorët nga Ministria e Drejtësisë apo mos është dhe bashkëpunëtori drejt për drejt Ministri i Drejtësisë duke shpëtuar këto emra të veçantë, këto aktorë të krimit, sepse Ministria e Drejtësisë jam i bindur edhe informacionet që vijnë që ka dorë në çmtimin e fletëve e zvendësimit apo të heqjes së bisedave që vijnë nga jashtë, sepse duhet vinë aty, ti e di shumë mirë, duhet përkthehen dhe më pas duhet i jepen institucioneve të drejtësisë. Nuk e di. Këtë fakt nuk e kam. Në qoftë se ky është një informacion që qarkullon në zërat. Jo, logjikisht, sepse nuk e di se sa impakt tani mund të ketë Ministria e Drejtësisë kur të ndikojë te spaku tani. Sepse ne kemi përshtypjen që u përpoqëm ndërtonim një fakte dhe dokumentat që vinë Ministrisë së Drejtësisë, a shkojnë këto të plota në spak? Po tani nuk di ta them këtë Almer sepse nuk e di se ç'mund bëhet aty. Se këto me letër porosim përmjet Ministrisë kam përshtypjen që bën, që është institucioni i cili koordinon ndërveprimet midis institucioneve të drejtësisë tonë dhe vendeve të tjera të rajonit apo dhe evropiane, ku ne shkëmbejmë letër porosit për çështje të ndryshme. Këtë nuk di ta them. Nëse ka ndërhyrje që heqin fletët. Po nuk e kam këtë fakt, se po ta kisha hapur emisionin. Domethënë me këtë kisha nisur emisionin, që na fshihen fletët, na grisen fletët që na vinë nga Sky CC. Këtu më çalon gjëja.
a mund të ketë ndikime, po themi, sepse nuk mund tym. Domethënë gjithmonë do të marrim parasysh të krijojmë një lloj dyshimi, sepse na lejohet të dyshojmë, gazetar jemi. Thelbin tim të punës dyshimi kam. Tek një çështje kam dyshimet e mia për gjë. Tani hajt punoj ta provoj. A mund të më shojmë mua dyshimet që mund të ketë ndërhyrje nga ana e zyrtarëve të lartë, siç janë ministra, për të gjetur anën e prokurorët e SPAK-ut për çështje të ndryshme? Po, dhe mund të ndodhi. Po ne kemi qenë me shpresën se kemi pasur një institucion që i shkoi besueshmëria e qytetarëve mbi 70%. Tani sigurisht do na hapi debate të tjera kjo, por të rrim tek logjika që po thonim që a ka ardhur momenti që ndoshta qeverisë nuk i duan më këta, po bëma ki ka ardhur momenti. Pasi Rama sot ka siguruar 83 mandate, unë nuk besoj që do t'i duhen këta personazh të botës krimit që tashmë le të themi janë një lloj kanë shkelur minën, dhe mjafton të lëvizin këmbën dhe shpërthejnë, janë përgjimet. Vetëm thash edhe një herë, unë kam shpresë shumë të madhe tek ato. Anti këta fizikisht këto emra janë larguar nga Shqipëria, pra Visi Pojës, Elvis Doçi, Suel Çela, janë të gjithë në kërkim. Këta nuk janë të arrestuar. Se janë larguar nga aktiviteti politik. Nuk e themi dot janë larguar apo jo nga Shqipëria. Janë arrati. Janë arrati po, në kërkim. Këta emra, aktivitetin ekonomik politik e vazhdojnë normalisht. Pse qeveria apo institucionet ligjzbatuese nuk shkojnë të sekuestrojnë pronat e përfituara, e vendosura nëpërmjet aktivitetet palishme, dhe pse nuk goditen në këtë lloj natyre, por thjesht janë shpadur në kërkim dhe mos kemi këtu një mbyllje sysh apo një errësim të qeverisë për mos t'i parë këto gjëra? Në Elbasan patëm goditjen e një prej grupeve kriminale të vëllezërve Çopja. SPAK-u ka bërë sekuestrime të një pjesë të madhe të pasurive të tyre, pasuri të rëndësishme në Tiranë. Sa është vlera? Po vetëm një vilë që u sekuestrua këtu për mund shkon 2-3 milionë euro, një vlerë vetëm atë pozicionin që ka te rruga Elbasanit. E mora unë tani se jam as agent imobiliar që të përcaktoj çmimin, po ajo vilë shkon shumë shtrenjtë, vetëm ajo. Agroturizme, vila në qytetin e Elbasanit dhe tjera me radhë. Ky godit. Këto janë konfiskuar apo sekuestruar? Përfundimisht janë prona shtetit. Shkon një për sekuestrim, pastaj mbasi procesi tjetër, bëhet kërkesa për konfiskimin e pasurive. Kërkesa e parë është për sekuestrimin. Të paktën vjen një sekuestro. Ti administroj shteti. Më bëri një pyetje pse nuk janë goditur grupe të tjera. Po kam përshtypjen që do të jetë një procedurë gjatë për të vërtetuar pronësinë e këtyre aktiviteteve, sepse jam i bindur që këta një pjesë të mirë të bizneseve i kanë kaluar në emra që ndoshta edhe e timi Followdhumani gjendet. Followdhumani po. Çfarë ka ndodhur tani? Byroja Kombëtare e Timit dhe SPAK-u për vitin 2025 kanë nxjerrë domethënë një 2025-2027 kanë nxjerrë një plan se si do të shkojë ecuria e gjë, si unë kam lexuar, është i aksesueshëm dhe kërkon të trajnojë rreth 12 agent për hetimin e krimit financiar dhe për gjetur këto pasuri për shkuar te pasuria. Do të kemi parasysh është e vështirë ndonjëherë. Nuk është aq e thjeshtë për gjetur se ku i kam fshirë pasurinë, se kanë me pakta, po këtu s'ja gjen të gjitha. E kupton? Po të paktën të bëhet një punë sa për të thënë që shikore se po i godasim. Pse nuk ka ndodhur deri tani? Përgjigjet nuk di ti them pse nuk ka ndodhur, sepse më shkojnë në shumë drejtime. Po të themu që mund të thënë sinjali që mos i godit fort. Mos i prek shumë. Pra ti mendon që ka një tendencë të tillë. Po mirë, më ja ti themi, ti marrim gjithë linjën me radhë. Kjo është e para, po themu. E dyta, ka vështirësi SPAK-u për gjyrmuar se ku i kanë këta pasuritë. Po themi që një pjesë e këtyre të tjerëve ndoshta mund mos i kenë investuar të gjitha në për biznesa apo aktivitete të kësaj natyre. Mund të jenë të gjithë faktorët. Megjithatë, krimi këtu në Shqipëri kryesisht ka investuar në për biznese. Duhet ta pranojmë. A mund të që t'i lindi SPAK-u dyshime që një X biznes i ka, le të themi, është ngritur më saktë me burime financiare që vinë nga aktiviteti kriminal. Ta provoj. Kollaj është ta vësh sekuestër, po. Do të provuar pak. Tani të gjitha thashë, unë tani sa më atë që, po mirë s'po i godaset tani kaq. Kjo na lë pasaj vend për dyshime që Andi do të bëj një pyetje drejt për drejt. Jepi. A ka ndonjë lider politik aktual që sipas informacioneve tuaja duhet hetuar për lidhje serioze me krimin? O për mua ka shumë personazh. Nuk po t'jap emra, po ka shumë. Unë jam i bindur e kam bindje që grupet kriminale dhe persona të cilësuar të fortë kanë lidhje që shkojnë deri në nivelet larta të politikës. Qoftë tek qeveria, qoftë tek opozita, ja kam bindje këtë. Të gjithë kanë qenë pjesë e këtij sistemi.
Se këta janë, nëse ne themi qeveri opozit, po këta kanë 34 vite, kupton. Njëherë këtej njëra ndej, po këta i kanë pasur lidhje. Nuk më rezulton që opozita, sepse nuk do të bëj avokatin e opozitës, por nëse opozita përdorte bandat, do të përfitonte diçka politikisht. Po si kanë pas sot Malmeri, kanë pas dikur. Si kanë sot se nuk i kanë sot. Ndoshta kanë ndruar krah. Ki parasysh një gjë. Kur krimi fillon të ndrrojë ka, dihet se aty ka ndryshim qeverisë. Aty do të kuptosh ti nga kur do vinë pushtet. Dhe mbaj mend që po them, dhe kështu ka ndodhur gjithmonë. Është një herë që fillonin shtyn drejt krahut tjetër. Si kanë sot i kanë pas dikur. Më provo të kundërtën. Sot, a mund na thash edhe një herë, është 12 vitet e qeverisë së Ramës janë taksirati që ai do i mbaj to kusurit, se nuk i mbaj dot unë e ti, jo. Kusurit ai do t'i mbaj për akuzat të ndryshme për lidhje me krimin. Aprovohen të gjitha, unë nuk i provoj dot. Nuk i provoj dot sepse janë sofistikuar te komunikimet, thash edhe një herë, shpresë fundit s'ka si në kroçat. Në duan ata burrat. 20 burrat që janë atje gratë tek Spaku, ta jetojnë dhe agjentë e byrosë kombëtare të hetimit ta çojnë këtë punë deri në fund. Sepse jam i bindur që kanë përgjetur lidhje deri lart. E kanë bindje. A do dalin dikur? Nuk di ta them. Andi, do dalim dhe aty. Arben Ahmetaj në një studio televizive, në një emision tjetër, deklaroi që Edi Rama me një prej njerëzve të rëndësishëm i cili mban kontakte me krimin, ka pirë verë 33.000 euro shishja, tha, dhe është personi kyç i cili ruan kontakte me disë qeverisë, pra Ramës dhe botës së errët. A jemi në rastin kur Edi Rama ka kontakte të drejt për drejta vetë me bandat, pra a flet Edi Rama, a komunikon drejt për drejt, apo ka lënë një shërbëtor të tij në thonjza që përcjell, apo interlokutor për kontakte me bandat, sepse nga natyra Rama është një natyrë gangsteri, mos ka arritur në atë lloj stadi që komunikon drejt për drejt me ta, mendon që do zbulohet një ditë një marrëdhënie e tillë? Ja, nuk besoj që kryeministri do shkonte të komunikonte drejt për drejt. Më lë vend për interpretim. Po ja marrim rastin tënd. Je ti kryeministër apo jam unë kryeministër? Do shkoj unë të komunikoja drejt për drejt? Varet nga karakteri. Berisha se bënde, Rahma mund ta bëj, tjetër kush mund ta bëj. Kemi parë Ilir Metën i cili ka dalë në krah të Xhevdet Troplinit, pra. Pse e përjashtojmë në rastin që Rama mund mos komunikojë me ta? Shiko, pra dyshime sipas te. Do të kuptojmë diçka. Nëse do të marrim Ramën e viteve të fundit, nuk e di, 2017 e këtej, nuk besoj që do komunikonte drejt për drejt. A mund të ketë komunikuar në 2012-2013 kur bënte pushat? Po mund të ketë komunikuar. Patjetër. S'ka çudit madhe këtë. Për sa kohë? Do kuptojmë një gjë, se ne akuzojmë për grupe kriminale. Themi që shiko se filan grup kriminal, ora do të jetë drejtësia që e cilëson të tillë. Për sa kohë ndaj dikujt ka vetëm akuza publike dhe nuk ka një fakt të vetëm që drejtësia e ka marrë në dorë dhe e ka hetuar këtë grup apo këtë individ, tani akuzohet Andi tani për po mirë më Andi s'është i dënuar. Akuzohet, po mirë më gjerë prova, godite. Tani ja mund ta ketë bërë. Thash Rama ato vite mund ta ketë bërë. Nuk besoj që Rama i viteve të fundit është nga ata i cili do shkonte me këmbët e tij për takuar krimin. Nuk besoj që do ta bënte. A mund të ketë pasur interlokutor për të vërtetuar në kuptimin për të thënë këto që çfarë është akuzuar nga opozita vazhdimisht, po dhe mund ta ketë pasur. Shiko, Ahmetaj që bëri një akuzë të tillë, do doja shumë që të nxirrte ca fakte. Se kam fakte, po lexo vetë, kam fakte, nxirr diçka, nxirr foto, nxirr diçka konkrete. Nxirr foto të personit që është me Ramën, nxirr foto të personit që është me Filanin. Besoj që diçka kanë për duar. Por edhe këto goditjet kështu najer sa për presionë, nuk i kam shumë qejf. Tani, nëse vi për denoncuar diçka këtu tek Timoni Pikal, Almer, diz kamërën vlla se kam diçka për denoncuar. Urdhoj 1 2 3 5. E nxjerrim me foto. Por ai ka marrë guximin për të denoncuar ai sa ka denoncuar. A mund të përdor një lider politik interlokutor? Patjetër mund të përdor ndërmjetës. Andi, ti përmende rolin e SPAK në luftën ndaj krimit. Një nga qëllimet kryesore të themelimit dhe ndërtimit SPAK ka qenë lufta kundër krimit organizuar, terrorizmit, po ashtu edhe goditjes korrupsionit. Mendon që SPAK në kaq vite të aktivitetit të tij e ka kryer siç duhet detyrën në luftën kundër krimit organizuar? Por ai sa ka bërë kundër krimit organizuar, meriton një notë mirë. A prisja më shumë, po patjetër që pres më shumë nga një institucion. Ne do të kuptojmë diçka. SPAK ishte një risi në tregun e drejtësisë shqiptare,
i parë institucion që rriti nivelin e besueshmërisë që të shkonte edhe më lart se ambasada amerikane. Se ne gjithmonë kështu i kemi orientuar këto besimet tona si audiencë. Ka diçka, te krimi organizuar ka bërë goditje, fat i madh që s'ka si doli sheshit, edhe këta i morën për duar, bën ato hetimet, bën këto lidhjet, u goditën disa nga grupet kriminale të cilat realisht nuk kam raportuar për një sër ngjarjesh kriminale vitet 2009, 2020, 2021 kanë qenë kulmet e këtyre vrasjeve dhe ngjelën pa përgjigje kush ishin autorët. S'ka si pasaj dëshmitë e Nurettin Dumanit na hapën gjithë letra në tavolinë. Ky ka vrarë këtë, ky ka vrarë këtë, ky ka vrarë këtë, e tjera me radhë. Punë është e mirë deri diku. A mund bëndem shumë, po mund bëndem shumë. A mundemi ne spaku të hedhim të gjithë përgjegjësinë që shiko këto grupe u goditën pa akoma nuk janë sekuestruar pasuritë, nuk janë kapur, nuk e ka vetëm spaku në dorë këtë punë. Kush e ka në dorë? Policia. Në qoftë se Andi dhe Almeri shpallën në kërkim, nuk ka më spaku punë tani këtu. Spaku zotërit dha provat që këta janë të implikuar në ngjarje të rënda kriminale, janë drejtues bandash organizatash kriminale, tani vendos strukturat e tjera në lëvizje, vendos gjithë shërbimet çfarë ke lizbatuese dhe shko ka këta persona. Nëse Berisha thotë që Suel Çela është parë në Durrës duke drekuar këtë andej tani, a është informacion i besueshëm? Po nuk e di se edhe Berisha ka çeduar her pas here, por t'ja marrin për të mirë qenë deri diku. Të vihet në lëvizje policia të tjera me radhë ndoshta për ta gjurmuar. Andaj fakti që të mora shembull, një shembull mora, meqense ishte rasti. Fakti që këta drejtues grupesh kriminale të përfolur si Suel Çela, Elvis Doçi, pra Visi Pojës, edhe shumë emra të tjerë që nuk janë arrestuar, fakti që nuk janë në prangë apo nuk janë në qeli sot, tregon që SPAK është tralltuar nga politika apo nga institucionet në varësi të shtetit shqiptar. Po, besoj këto, mund ta them këtë. Tani për sa kohë SPAK-u thash edhe një herë, të vurim në dispozicion një dosje të plotë hetimore që tregon të gjitha aktivitetin kriminal të një grupi, thash aty mbyllet puna e SPAK. Vetë Dumani ka thënë disa herë që jemi trajtuar nga punonjës policie, të lidhur me krimin. A mund të jetë politika në këtë mes? Po mund të jetë. Nëse po themi drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit, drejtori të andi me radhë janë orientuar për mos goditur këtu, mos goditur atje, dhe nuk do goditen. Pse të goditen? Tani thash edhe një herë, pse ne mund ta godasim SPAK-un, mund ta tërheqim veshin, mund t'i bëjmë kritika, po deri një farë pike. Sepse detyra e këtij institucioni mbaron në një moment. Kryen dosjen, firmos urdhër arrestat, shkoj policia t'i ekzekutoj. Kjo është ajo që un kam si koncept. A do duhet policia të punojë më tepër për këto? Po, do duhet. Do duhet shumë të punojë më tepër. Domethënë, në jo pak raste policia ka marrë akuza të rënda përsipër, ë? Dhe un kam përshtypjen që janë akuza faktike. Çfarë janë këto akuza? Po, shiko, që të bëjmë dhe kujdes kur themi këtë. Eksponent të botës krimit kanë pasur lidhje me drejtues të lartë apo zyrtar të lartë policisë. Në cilët kohë ka ndodhur kjo? Po Plum Gjoka Ultion Bistri, shefi i komisariatit 2 Tiranës, ishte drejtori i Durrësit, ishte drejtori i Lezhës e tjera me radhë. Shefi operacionales. Një nga rastet po them që është flagrante. Plum Gjoka, grup kriminal, aktivitete kriminale këte ande, për të mbajtur marrëdhëniet ekonomike të grupit kriminal Tiranë, ndërhyrja e një nga rastet. A duhet ta veshim ne policin me të gjithë akuzën vetëm për shkak të sjelljes apo disa vendimeve të këtyre zyrtarëve të lartë policisë dhe nuk e bëjmë dot. Po inspektorët e zonave, se ne shkojmë ke nivelet e larta, po unë them që janë problem të vejlit. Ata inspektorët e zonave, ata policët që mbyllin syt, po s'kemi ç'i bëjmë filanit, po s'kemi ç'i bëjmë filanit. Ata inspektorët e zonave që SPZ-t që shkojnë bën ato letrat për grupe ndryshme kriminale për ngjarje të vogla. Për rast se krimi ka kapur drejtorët, pse do të janë fajtor? Ata janë njerëz të thjeshtë, janë policë që në farë mënyrë edhe ata duhet të jetojnë kur ata kanë shembullin që drejtori është i lidhur me bandat, çfarë faje ka një polic i thjeshtë? Pra pse duhet ta kërkojmë përgjegjësinë te polici, këtë duhet të them. Po mirë, pse mos ta kërkojmë? Ta shtrojmë pyetje ndryshe. Sepse është ushtari i fundit në regjimentin e policisë, pra nuk është njeriu ajo që po prit. Pra të bëj drejtori para me bandat, polici i thjeshtë të gjykohet ose të paragjykohet për punën e tij, për mua më duket alogjike.
ka diçka që thash, do duhet që t'i provojnë fort to që themi, por në inspektorët e zonave, që janë hallka këto, Almer, janë hallka sepse një SPZ zone, në një SPZ zone, qoftë është i lidhur, pse duhet shkojë ke drejtori kur është i lidhur me SPZ-n e zonës? Kur është i lidhur me inspektorin e zonës? Pse duhet kapi policia? Jo, po dhe drejtori ta kërkojmë te drejtori, peshku qelvet nga koka pra. Por këtu jam shumë dakord. Por po them që ka dhe hallka të tjera gjatë rrugës që janë shumë problematike. Në rast saktuar s'po duhet fare drejtori. E kupton? Mbyllet çështja aty për gjëra të vogla. Drejtori duhet për gjëra të mëdha. Drejtori nuk duhet për spaçatorët e lagjes Almer. Spaçatorët e lagjes mi lër se i mban SPZ-ja. Drejtori duhet për kilogram kokaine, për ngjarje të rënda kriminale. Që të mbyllet çështja aty, të grisen letrat dhe mos të dalë gjikundi. Pra, për këto na duhet. Dhe prandaj thash që a mundemi ne sot që t'i veshim policisë së shtetit të gjithë atë mantelin me kritika për shkak për lidhje me këtë, jo nuk e bëjmë dot. Nuk e bëjmë dot sepse janë individ ka shumë policë të ndershëm, drejtues të ndershëm që i kanë përkushtuar jetën asaj pune, e kanë vendosur jetën e tyre në rrezik për vite e vite me radhë, du t'i vlerësojmë dhe këta. A ka individ që bëjnë pis, po ka individ. Vetë Altin Dumani ka thënë që her pas here kanë pasur frikë të bashkëpunojnë me policinë e shtetit për shkak të frikës dhe konspirimit të operacionit. Jo thuhet vetëm momentin e fundit. Nuk kanë dini fare. Dalin urdhër arrestet, komunikohet edhe vetëm moment fundit shkon operacionale apo ndryrë shpejt për bërë arrestimet. Pse? Besueshmëria që ka rënë mes institucioneve. Andi, juve, si gazetar kronike, jeni pothuajse si të gjithë strukturat e policisë së shtetit në fushë betejë. Pra, jeni ata për të kapur krimin, ju për të informuar publikun. A ka pasur raste kur krimi organizuar apo banda apo element caktuar kanë tentuar të kërcënojnë, të intimidojnë gazetar për mos publikuar fakte të dhëna rreth aktivitetit tyre kriminal? Pra, në një farë mënyre jeni kërcënuar dhe ju apo media kërcënohet? Pafund, patjetër. Në cilat janë format që ta përdorin? Telefonata, të marrin direkt, ha? Dhe të marrin direkt vetë, se disa kollaj kanë të gjejnë numrat. Patjetër, ne jemi njerëz publik. Më thënë, nuk kanë dhe lidhjet ata, se ne nuk mos se kanë publiku diku, por e kanë shumë kollaj sepse kanë lidhje dhe ata. E gjejnë numrin shumë lehtë. Marrin direkt në telefon, bëni mesazh, por ka një gjë. Janë shumë të kujdesshëm gazetarët. Edhe këtu duhet të kuptojmë që gazetarët në Shqipëri nuk janë prekur nga krimi. Ka dhe ata sikletet e tyre. A e ndjen presionin mediatik, e ndjen shumë. Reagojnë shumë shpejt ndaj gjës që thuhet në media. Reagojnë shumë shpejt. Por nuk janë prekur, presionet e tyre i bëjnë, përfundësisht kolegë me cilët komunikojnë. Dhe unë ndërta që më kanë marrë në telefon, që shiko se mos e përmend, po mos e bëj, po si mos ta përmend? Po mos vallë dhe këta kolegët siç na ka treguar koha ndërhyjnë për të shërbyer krimi duke përfituar para nëpërmjet tyre? Kjo tani është diskutim, sepse të përdorësh një gazetar, një koleg ndaj një kolegu tjetër për të qenë i vetë censuruar. Edhe kjo ka dyshime. Pse duhet ndërhyjë një gazetar në thonjcat që të do të mirën që ti mos publikosh të fakt? A do të dyshojmë edhe për këtë lloj marrëdhënie? A mund këtë pasur raste tilla, nuk e vë dot dorën zjarr për kolegët. Domethënë, është ndërtuar, thash, në momentin kur pushteti akuzohet për lidhje me krimin, krimi ka fuqi të madhe financiare. Andi kur krimi ble politikën dhe ble institucionet e shtetit, mund të blej dhe gazetarë të ndryshëm. Këtë nuk e përjashtojnë. Këtë po thoya domethënë që a mund të ketë ndodhur, po dhe mund të ketë ndodhur Almer dhe nuk e vën dot dorën në zjarr. Por është përgjegjësi e gjithë secilit, është përgjegjësi individuale për të qenë shumë korrekt në ato që ne themi publikisht. Por thash, në fund ditës, nëse diçka do dali publike, dikush do akuzohet, kolega të tjerë me radhë, nuk di ta them. Por ky profesion i joni kur mbulon kronikën e zezë të detyron detyrimisht që ti të kesh kontakte me ata të cilët akuzohen si anëtarë të botës krimit. Tani, vija jote e kuqe është shumë e hollë. Ti shkon atje për të marrë informacione, për të njohur strukturën, për të gjitha me radhë, por kaq. Momentin që fillon shpërblehesh me diçka të vogël, aty e ke mbyllur misionin tënd si gazetar. Aty duke i shërbyer asaj gjëja. Dhe unë them që është përgjegjësi shumë individuale e gjithë secilit. Dhe është një vizë shumë e kuqe, është e hollë kjo gjëja. Do të bëjnë secili kujdes, aq më tepër ata të cilët mbulojnë kronikën e zezë, po edhe te politika. E njëjta gjë është. Se çfarë ndodh? Ti ke një marrëdhënie me një politikan, domethënë dikush mbulon PS-n, dikush mbulon PD-n, ti krijon marrëdhënie, po merr një shërbim të vogël se shikoj se të duhet një ndërhyrje dhe i thua filan deputeti, po
Edhe aty njëjta gjë është i vendosur nuk të shërbim. kërcënon me jetë Andi, nuk të intimidon. Jo, Ka një gjuhë tjetër, politika të ble. O jam dakord. Por këta njerëz, po blerja është edhe kjo. Nuk janë kërcënuar, por a kanë marrë kërcënime kanë marrë gazetarët, ta them unë. Kanë marrë kërcënime. Këtë e dim ne. Çum komunikoj me gjithë kolegët, që bisedojnë për çështje sensitive të kësaj natyre. Por se si gjendet forma për të blerë, pastaj si të ble krimi dhe si të ble politika, e njëjta gjë është kur blen në fund. Kërcënimi është që vjen vetëm nga krimi. Politika ka diplomacinë me. Andi duhet bëj disa pyetje të shpejta. Kush janë figurat më të paprekshme në Shqipëri sot? Njerëzit që as drejtësia dhe media nuk i përmend dot. A kemi emra të tillë që të vinë në mendje? Emra nuk besoj që do mund përmend se bova dhe ne nuk i dim. Po, sepse nuk i ka përmend askush. Por që ka. Ka emra që nuk i përmendin. Është e pamundur dhe drejtësia nuk i përmend askush. Ka i të fuqishëm këta njerëz. Besoj pa. Dhe është gjitha që vjen nga një pushtet i ndërtuar për vite me radhë dhe që kanë në dorë burime të frikshme financiare. Dhe këto unë e them me plot bindje. Jam praktikisht ata që nuk lakohen në media. Nuk lakohen në media, mund të lakohen në qarje shumë vogla, vetëm ata që i njohin, por kjo është fakt. Andi, nëse do të kishit vetëm 1 minutë kohë në një emision televiziv live, çfarë do të thoshit, çfarë të vërtetë do të thoshit që askush nuk guxon ta thotë? Të vërtet, unë kam përshtypjen shikoj ne të vërtetat i dim. Ne të vërtetat i dim, por do doja shumë që të angazhoja opinionin publik që le të themi të ndërgjegjësohet për atë se çfarë po ndodh me realitetin kriminal në Shqipëri dhe për lidhjet të cilat me politikën. Dhe të bëhet, domethënë, të ndërgjegjësohemi ne, të rritet vullneti i brendshëm politik për të goditur këtë realitet. Se kam përshtypjen nuk është se ka të vërteta që tashmë ne nuk i dim, sepse është bërë një shoqëri shumë e hapur. Informacionet janë gjithë aty, personazhet po përmenden të gjithë aty përveç personazheve të tjerë të cilët thash që dhe ne nuk i njohim, por janë aty dhe emrat nuk dalin. Nëse do t'i kisha këta emra, do t'i kisha nxjerr. Kjo ndoshta mund të ishte e vërteta e madhe. Keni ndonjë dosje informacion apo emër që nuk mund ta publikoni, por që është një bombë për vendin? Jo, unë diçka në dorë, shikoj çfarë kam pasur kam publikuar. Në sken krimin jam shumë i hapur, as kufizim, as emra, domethënë çfarë del i ke gjithë aty domethënë. Të paktën fat shumë i madh kjo pjesë, por po ta kisha ti i bindur që do isha nxjerr. Nuk mbaj gjë fare. Nëse vjen një dosje, se kam kopsitur unë atë dosje, kam kopsitur autoritetet, del publike kisha për të bërë. Nuk kam frikë nga kjo gjë fare. Andi, cilët politikanë në Shqipëri, sipas burimeve tuaja, kanë pasuritë pa justifikuara që nuk guxon askush të jetojë? Ka emra të tillë? Ka një gjë, nëse do hynim pak tek puna s'pak më herët që thash për krimin organizuar merr not mirë, ndoshta për hetimin e politikës që don dhe jam i bindur që po të hyet, të tohet thellë, do dalin emra politikanësh. Nga gjitha katet politike. Është e padiskutueshme kjo. Domethënë shumica e tyre kanë shumë vite në pushtet dhe jam i bindur që ka pasuri të cilat nuk mund të justifikohen vetëm me rrogë deputeti apo me komisionet parlamentare. Gjatë viteve të fundit, a ka numër më të lartë deputetësh, kryebashkiakësh, ministra, pra politikanë të rëndësishëm që janë në politikë si garanci për bandat kriminale? Tash nuk di të them nëse këta i ka, po deputet po mund të ketë. Deputet po. Një lloj garancie po, sepse duhet kartoni për bandën. Këtu jam i bindur për këtë. Kur banda ka lidhje me kupolën e shtetit, pse duhet të ketë deputet në listat e saj, në parlament pra? Po mund të shërbejnë ata interlokutorë që thamë herët. Thamë interlokutorën që duhen ca interlokutor, ta mund të shërbejnë shumë mirë. Andi, shërbimet në Shqipëri, shërbimet inteligjente, a e kryejnë detyrën siç duhet për të ndihmuar SPAK-un me burimet e informacionit apo siç kemi parë dhe akuzat e fundit që vinë nga opozita dhe shërbimi informativ është nën tutelat e qeverisë? Jo, nuk besoj. Kam bindje që shërbimet e kryen. Sa mirë bën punën ky institucion? Kam bindje që e kryen punën shumë mirë, por se ku çedon më pastaj nuk e di. Ka përshtypjen informacionet që mund të vinë nga shërbimet inteligjente të Shqipërisë janë informacione të cilat janë krejtësisht të vlefshme, përmbajnë vërtet informacion, mund ta nxjerrin ekspozuar realitetin e botës krimit, e terrorizmit, e tjera me radhë, por se ku çalon puna pastaj më pas, këtë nuk di ta them. Që do thotë çalon diku. Por nuk besoj se çalon aty. Andi,
Në një vend ku bandat janë më të fuqishme se vota dhe parlamenti streja e të fortëve, a ka më kuptim fjala demokraci në këtë vend? Fjala demokraci do ketë gjithnjë kuptim në këtë vend për sa kohë do të kemi ende individ të cilët përpiqen të luftojnë për të shmangur tranzicionin dhe përcjell demokracia. Jemi në demokraci në kushtet që flasim? Jo. Jemi në një tranzicion demokratik i shoqëruar her pas here me doza autokracie, nuk po them komunizmi apo diktaturë, sepse nuk jemi në ato lloj kushtesh, unë e ti po flasim lirshëm këtu. Ka doza autokracie her pas here dhe nëse nuk e ka kuptimin e mirëfill do duhet ta ketë. Dhe shpresoj që kjo dy që ne bëm sot, kjo bisedë, të jetë një lloj lufte dhe një lloj dëgjësimi për gjithë audiencën që na sheh. Lufton për demokracinë. Kemi thënë vërteta mjaftueshëm në këtë emision? Dhe vërteta mjaftueshëm? Dhe vërtetat nuk janë kurrë të mjaftueshme. Domethënë ne kemi të kaluar dhe minutazhin tani dhe po të rrim dhe gjithë ditën dhe ende nuk do na mjaftoj koha për të thënë gjithë vërtetat. Ne që përmendëm minutazhin, kam dhe një pyetje të fundit që dhe publiku do t'i pëlqejë. Nëse do të duhesh të largohesh nga Shqipëria, para se të hipje në avion, cili ishte informacioni bomb që duhet ta thoje edhe më pas largohesh? Vure në vështirësi shumë tani informacioni bomb përpara se të largohesha. Pra, ajo e vërteta e madhe që do ta thoje dhe do largohesh nga Shqipëria. Keni 2 vite kohë të punojmë të gjithë për të ndërtuar një shoqëri më të mirë. Nëse jo, hajde të largohemi të gjithë. E bukur. Faleminderit Andi. Faleminderit. Faleminderit që ishe në emision. Faleminderit shumë.